Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Tre shenjat që jep tiroidja që ka dalë jashtë kontrollit, mësojeni para se të jetë vonë. Gjëndra tiroide mund të jetë e vogël, por ka shumë rol të rëndësishëm dhe problemet e saj mund të kenë një impakt të madh në trupin tonë. Këto janë shenjat të cilat po ju paralajmërojnë se keni probleme me gjëndrën tiroide dhe duhet të kryeni një kontroll sa më parë tek mjeku juaj. Pesha juaj ndryshon në mënyrë drastike. Është normale të kesh ndryshime të vogla të peshës, por nëse përshpejtohet një shtim ose një humbje e madhe kilogramëve, duhet të vizitoni patjetër mjekun. Edhe ndryshimet të mëdha në metabolizëm vijnë si pasojë e efekteve që ka hormoni tiroides në trup. Humbja e flokëve mund të jetë si pasojë e problemeve të tiroides. Nuk bëhet fjala për ato fije të flokut që mund të humbasen gjatë një dushi. Alopecia areata, një gjendje e cila ju bën të humbisni shumë flokë, shkaktohet nga problemet e tiroides. Madje ndryshimet e hormoneve të kësaj gjendje mund të dëmtojnë edhe folikulat e flokëve. Shkoni më shpesh në tualet. Mund të mendoni që udhëtimet e shpeshta duke vrapuar drejt tualetit vijnë si pasojë e lëmimit nga ushqimet, por ekziston mundësia që edhe aftësia tretëse e trupit tuaj mund të jetë ndikuar nga problemet që shkaktojnë mosfunksion normal të hormoneve të tiroides. Shtohen të rrahurat e zemrës. Zemra juaj ka receptorë të gjëndrës tiroide e kur hormonet e kësaj gjëndre janë mbi normale, mund të kenë efekte edhe mbi zemër duke shtuar edhe problemet e saj ose me fjalë të thjeshta mund të rriten të rrahurat e zemrës. Keni tension shumë të lartë ose shumë të ulët. Hormonet e tiroides mund të luajnë edhe me tensionin. Vlerat e tyre të hormoneve mbi normalen mund të sjellin tension shumë të lartë dhe në pak kohë hormonet mund të ndikojnë në tensione shumë të ulta. Ankthi mund të jetë gjithashtu një shenjë e problemeve të tiroides. Një tiroide jo aktive mund të lidhet me ankthin dhe depresionin sepse ajo gjë mund të sjellë që funksionet e trupit në të përgjithësi të ngadalësohen dhe kjo është një mënyrë se si mund të nisë gjendja e depresionit. Ndiheni shumë të lodhur. Të gjithë mund të lodhemi, por kur një tiroide që funksionon keq prodhon shumë pak hormone dhe mund të ndikojë gjatë gjithë kohës sikur keni nevojë për të fjetur gjumë dhe nuk keni as pak energji, mund të vijë si pasojë e shqetësimit të tiroides. Mund të keni probleme me kockat. Ndërkohë që shumica prej nesh kanë në humbje të kockave e përjetojnë atë me kalimin e moshës, një tiroide hiperaktive mund të shkaktojë këtë proces. Hormonet e shtuara të kësaj gjëndre mund të çojnë trupin në një gjendje kataglibo dhe kjo mund të çojë në dobësimin e kockave duke rritur rrezikun për osteoporoz. Mund të përjetoni mjegullim të trurit. Është gjithashtu një shenjë kur harroni çelësat në shtëpi ose kur nuk ju kujtohet emri i dikujt në zyrë vazhdimisht. Kjo vjen pasi truri ynë nuk është i mund ndaj ndryshimeve që vijnë nga problemet e tiroides, edhe kur niveli i hormoneve të saj është i ulët dhe mund të jenë të shpërndara ose mund të keni probleme me kujtesën. Periodat tuaja nuk janë të rregullta. Tiroidja mund të ketë efekte edhe të hormonet të tjera të trupit tanë, siç janë hormonet e riprodhimit. Kjo mund të çojë në periudha jo të rregullta ose më keq akoma. Femrat mund të kenë probleme të infertilitetit. Nga kontrolli i metabolizmit deri te frymëmarrja, tretja zhvillimi i trurit dhe fertilitetit. Gjëndrat e vogla por e fuqishme tiroides luajnë një rol të rëndësishëm në shumë funksione të trupit, nga sa mendojmë ne. Kjo është një arsye pse funksioni i duhur i saj është kaq i rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm. Sipas endokrinologëve, Instituti në qendrën e New Yorkut, duhet të tregoheni të kujdesshëm me disa zakone të mëngjesit që të mbështesni funksionin e duhur të tiroides. Shtoni bulmet në mëngjesin tuaj. Shëndeti i tiroides varet edhe nga ushqimet që vendosni të konsumoni në pjatën tuaj. Në këtë drejtim produktet e qumshtit si qumshti dhe kosi përmbajnë një sër mineralesh që mbrojnë gjendrën tiroides si seleni, jodi dhe zinku. Për të menaxhuar tiroiden, menaxhoni stresin. Tiroidja nuk është e pandikuar nga stresi që shfaqet në organizëm. Në veçanti kur bëhet fjala për funksionet e tiroides, stresi mund të përkeçojë gjendje të tilla si sëmundje e graves ose tiroiditi Hashimoto duke shkaktuar rritje të niveleve të hormonit tiroide dhe uljen e nivelit të hormonit të stimulimit të saj. Kundër stresit mund të përfshihet një praktikë yoga ose meditimi në rutinën tuaj të mëngjesit.
ushtrohuni vazhdimisht. Nëpërmjet stërvitjes rregullisht, do të rregulloni stresin ashtu dhe shëndetin e tiroides. Aktiviteti fizik ul hormonet e stresit, si adrenalina dhe kortizoli dhe rrit endofrinën, kimikatin e trurit që rrit disponimin. Dhe siç e përmendëm më herët, kontrolli i stresit konsiderohet thelbësor për funksionin e shëndetshëm të tiroides. Zgjidhni produktet kozmetike pa kimikate që prishin sistemin endokrin. Disa nga produktet e kujdesit personal që përdoren në rutinën tonë të mëngjesit, si kremra, shampo, deodorant, kozmetik dhe parfumre, konsiderohen si një kërcënim i padiskutueshëm për ekuilibrat e tiroides. Kjo është për shkak se ekspozimi i tepërt ndaj ndërprerësve të endokrinës mund të përfshijë funksionin e duhur të tiroides. Në të vërtetë, substanca të tilla si paraben dhe ftalate, të cilat zakonisht gjenden në produktet e mësipërme, mund të hyjnë në trup përmes lëkurës. Prandaj sigurohuni që të zgjidhni produktet e kujdesit personal pa këto komponent, por edhe nga aroma sintetike. Është e rëndësishme që të kujdeseni më mirë për shëndetin e tiroides duke konsumuar kështu edhe ushqimet më të mira. Për të menaxhuar më mirë shëndetin e tiroides, duhet të keni kujdes edhe me dietën tuaj. Pasi në të kundërt, dieta e gabuar mund të çojë drejt ndërlikimeve të theksuara të shëndetit të tiroides dhe të ndikojë gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet. Megjithatë, ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për të mbajtur në kontroll gjendrën. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës në qafë që kontrollon aktivitetet metabolike, duke prodhuar hormonet që rregullojnë orrahjet e zemrës dhe djegin kaloritë. Tiroidja jo aktive nuk prodhon mjaftueshëm nga këto hormone, duke u shkaktuar ndjesinë e lodhjes, plagështisë, stresit dhe të tjera. Në këtë video do të listojmë ushqimet që duhet të konsumoni më shumë nëse vuani nga hipotiroidizmi dhe ato që duhet t'i shmangni. Salmoni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto ka nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D mund të lidhen edhe me nivelet të larta të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë sistemin imun për të stimuluar rindet e tiroides që shkaktojnë inflamacione dhe vështirësojnë funksionin e tiroides. Merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar inflamacionin. Kështu tiroidja mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, ku një racion mund të merrni 570 njësi vitamine D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund ta gjeni këtë vitaminë gjithashtu te lëngu i portokallit, qumshti dhe vezët. Frutat e thata gjithashtu janë një mundësi shumë e mirë për njerëzit që vuajnë nga tiroidja. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasur me selen, një mineral i cili luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve të tiroides. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese. Gjendjet autoimune si sëmundja Hashimoto mund të rrisin inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e inflamacionit nëpërmjet fuqive antioksiduese. Në ndihmë të trupit tuaj mund të vijnë gjithashtu edhe fasulet e bardha, një ndihmë shumë efektive për menaxhimin e problemeve të tiroides. Një kup me fasule të bardha të gatuara siguron rreth të paktën 8 mg hekur, një mineral që shumë njerëz, sidomos gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë në vështirësi ta marrin atë mjaftueshëm në dietën e tyre. Mungesa e hekurit mund të pengojë aktivitetin e enzimave që promovojnë hormonin e tiroides. Gjithashtu në dietën tuaj duhet të përfshini sa më pak perimet e familjes së lakrës, ushqimet me gluten dhe ato që përmbajnë kripra të tepërta, pasi mund të ndikojnë në shëndetin tuaj të tiroides dhe të krijojnë gjithashtu shqetësimet e saj. Gjithashtu, nëse vuani nga gjendra tiroide, duhet të reduktoni marrjen e sheqerit. Karbohidratet, sidomos sheqeri, është i dëmshëm sepse çrregullon nivelin e sheqerit dhe kjo duhet të shmanget nëse vuani nga sëmundjet autoimune të tiroides. Po ashtu ushqimet me sheqer ndikojnë në përkeqësimin e pankreasit, gjë që çon në rezistencën e insulinës dhe dëmton tiroiden dhe ul nivelin e saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.